Ditë më parë, presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi televizionin shtetëror serb për të dhënë një deklaratë për Kosovën. Vučić tha se gjërat në botë po ndryshojnë dhe se Serbia do të fitojë sërish ndaj Kosovës, duke mos treguar më shumë se çfarë do të thotë kjo deklaratë. E këtë deklaratë të tij po e sheh më shumë për përdorim të brendshëm me deputeti serb Dragan Sormaz, i cili ka qenë pjesë e partisë së Vučić. Kosova, analfabet politik që e dëshmon çdo ditë, e ato që po thotë për Kosovën është rëndësishme çfarë punohet dhe ju e shihni se ai nuk po bën gjë. Këto intervistat e tija janë për përdorim të brendshëm, për të ruajtur votuesin e fortë të tij, sepse nuk mund të rrit votuesit, sepse numri i votuesve të tij vazhdimisht po bie, nga rrëzimi i platformës së trenit, nga protestat e studentëve e kështu me radhë. Potpuni državni suverenitet. I pyetur për punësimin Aleksandar Vulin në një organizatë të inteligjencës ruse me seli në Beograd, Sormaz thotë se kjo do të përdoret për propagandë kundër BE-s dhe NATO-s. Istorijsko društvo u Srbiji. Është organizatë që formohet në Moskë, me sa e kuptoj, për të ketë fushveprimin e saj në Serbi, çka na duhet një shoqëri historike ruse në Serbi. Nuk kemi asnjë kontakt me ta, jemi mijëra kilometra larg Rusisë. Më mirë të jetë shoqëria historike shqiptare në Beograd dhe ajo serbe në Tiranë, të mësojmë nga njëri tjetri, e jo nga kjo marrëzi ruse. Por, sipas deputetit serb, kjo organizatë nuk do të ketë ndikim në Kosovë. Mendoj se nuk do të ketë efekt në Kosovë e as në serbët në Kosovë. Janë të pakët, më shumë serb jetojnë në qytetin tim në Smederev, se sa që jetojnë në Kosovë. Ajo do të jetë pjesë të them për forcimit të narrativës ortodokse në atë që Vulin e quan bota serbe. Këtë përrallë të tij me të do të tregoj Dodikun në Republikën Serbe, Stefanić dhe njerëz të tij në Maltëzi, por nuk besoj se do të ketë efekt në Kosovë dhe në veri të Kosovës. Në anën tjetër, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Sy Lukshini thotë se deklaratat e Vučićit i takojnë konceptit hegemonist. Natyrisht që është edhe për konsum të brendshëm, por Serbia megjithatë mbetet besnike të konceptit hegemonist dhe mbetet vendi më turbullues në Ballkan këtu e një shekull më shumë. Është problemi që perëndimi e ka lënë në gjysmë, sepse unë mendoj që mas marrëveshjes Kumanovës, ushtria serbe, Partia Socialiste është dashur në principin dhe në modelin gjerman të shpallën jashtë ligjit. Lukshini shtoi se këto deklarata të presidentit serb janë në vazhdim në asaj për të mbajtur situatën e tensionuar në 4 komunat veriore.